Familja, bërtham e shoqërisë, është një emanet shumë i madh, se Allahu ka krijuar njeriu me përgjegjësi individuale dhe shoqërore, duke filluar prej përgjegjësisë ndaj vetvetit, pastaj përgjegjësisë ndaj familjes të ngushtë, e pastaj edhe ndaj shoqërisë. Prandaj nuk rregullohet jeta pa u rregulluar çështja e familjes në fillim, që për fat keq disa agenda me çdo kusht janë të munduar me dëmtu apo me shkatruar termin familje. Allahu ka përmend në Kur'an në disa ajete familja Ibrahimit, ale Ibrahim, ale Davud, familja e Davudit dhe ashtu me radhë. Dhe padyshim nëse Zoti ka përmend në Kur'an edhe në disa herë ka potencuar familjen, atëherë kjo ka një përgjegjësi të madhe. Zoti në Kur'anin familjar për bërthamën e familjes thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar Allahun, ruani vetveten dhe familjen tuaj nga zjarmi i xhehenemit. E ka për qëllim ruani vetveten nga padrejtësitë, ruani vetveten nga mëkatet, ruani vetveten nga devijimi dhe ashtu me radhë, por nuk ka thonë ruaje vetëm vetveten, por ka thonë u ehlikum dhe të afërmin familjen tënde. Edhe kjo përgjegjësi i takon secilit besimtar dhe besimtare që të jetë i kujdesshëm se nëse dojmë ne ardhmëri të shëndosh, patjetër të kemi familje të shëndosh. Po du ta potencoj nëse flasim për familje termin, çka e përbën familjen, e përbën prindi, babai, burri dhe gruaja. E pastaj kuptimin e jetës jep nëse Allahu i gëzon me fëmijë djem dhe vajza, apo vetëm djem, apo vetëm vajza, asaj i thon një familje. Prandaj Allahu në fillim kur e krijoi Ademin alayhis salam, nuk e krijoi me lanë të vetëm. Edhe pse ishte në xhennet, Allahu e krijoi Havën nga brini i Ademit alayhis salam dhe u rahatu. Pastaj kur Allahu e zbriti në tokë, Adem alayhis salami nuk u rahatu derisa e gjet bashkëshortin e tij. Kjo është natyrshmëri, kjo është fitret. Dhe Allahu e bashkoi Ademin dhe Havan dhe filloi jeta e besimtarëve. Allahu thot ja ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, ju kemi krijuar nga mashkulli dhe femra. Pastaj ju kemi ndarë në fise dhe kabile që të njoftoheni mes ju, që të bashkëjetoni me ju. Dhe nëse këtë formulë dikush don ta zhduk, nuk ka mundësi asnjëherë, se kjo është formulë e Zotit. Por ne po flasim për një familje të shëndosh, për një prind dhe për një babë dhe për një nanë, të cilët kanë përgjegjësi dhe i kryjnë obligimet reciprok në mesin e tyre. E pastaj i japin kuptim se jeta pa martesë mes burrit dhe gruas, po flas prindi 1, prindi 2, po flas natyrshmërinë që Allahu e ka krijuar, atëherë kuptimi i jetës është kuptim me martesë, edhe me standard, me martesë dhe me standard të asaj që na ka porositur Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kuptimin e jetës të mirë i jep pasardhësit e tonë, kuptim. Ti mund të kesh ndoshta më i pasur i botës. Ka qenë më pushtetar në historinë e njerëzimit, ka qenë Firauni, por në jetën e tij e ka pas bashkëshorten Asia. Karuni ka qenë më i pasuri, e ka pas në krah, do të thotë në jetën e tij e ka pas bashkëshorten. Prandaj kuptimi i jetës është me martesë normale dhe me standard të halalit në sipas Kuranit dhe Sunetit. E pastaj fryti dhe bereqeti që lind nga mawaddatan wa rahma, nga dashuria dhe nga mëshira e Allahut, i jep kuptim hala më të gjanë që Allahu Azza wa Jall njeriu e nderon me dhurrijet, me pasardhës që jep kuptimin hala më të gjanë. Ti mund të jesh më i pasur nëse nuk ke fëmijë. Kuptimi i jetës nuk është tamam. Dhe shpeshherë përsërisën, nëse flasim për shumë lloje të fakturave në këtë botë, flasim për një banesë sa kushton, e ka çmimin. Për një veturë e ka çmimin. Pyetja është, sa është çmimi një fëmijë sot? A ka mundësi dikush ta faturon të thotë çmimi është aq ose kaq? Kjo është dëshira absolute Allahu, kujt na don i jep djem, e kujt na don i jep vajza, e kujt na djem, dikujt i jep edhe djem dhe vajza, dikujt nuk i jep hiç. Prandaj kjo mirësi dhe ky bereqet me jetën bashkëshortore kompleton kuptimin e jetës në këtë botë, që ki përgjithësi si burr ndaj gruas dhe gruaja ndaj burrit, e pastaj me këtë bereqet Allahu t'jep pasardhës dhe duhet vazhdosh
Do të thotë me përgjegjësinë që e ke ndaj evladit.